Kapitulli 3 nisi në fillim të viteve 90 me tranzicionin demokratik dhe krijimin e Bankës së Shqipërisë si një institucion modern dhe i pavarur. Integrimi ynë në institucione ndërkombëtare, si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, shënoi një pikë these duke hedhur themelet për reformat e tregut, forcimin e kapaciteteve institucionale dhe rrugën drejt integrimit evropian. Sot Banka e Shqipërisë ruan me përgjegjshmëri stabilitetin e çmimeve, stabilitetin financiar dhe të makroekonomisë. Politikat e saj, bazuar në të dhëna, analiza dhe kërkime shkencore, janë të përafruara me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe në funksion të shërbimit ndaj publikut. Me kalimin e kohës, banka ka vepruar nënthuajse të gjitha regjimet monetare, nga standardi i arit, te planifikimi i centralizuar, e në fund tek shënjestrimi monetar dhe ai i inflacionit. Përmes çdo tranzicioni, banka ka treguar pragmatizëm dhe profesionalizëm, gjithmonë me synimin për të shërbyer si forcë stabilizuese në kohë pasigurie. Ky evolucion është mundësuar edhe nga kontributet e njerëzve, ekonomistëve, nënpunësve civil, studiuesve dhe madje edhe artistëve, ekspertiza dhe përkushtimi të cilëve kanë formësuar identitetin e bankës në gjithë kohrat. Jemi mirënjohës punës së tyre të shkëlqyer në ngritjen e institucionit. Po aq mirënjohës u jemi edhe studiuesve që kanë punuar për dokumentimin e këtij rrugtimi, si për shembull ekonomisti të shquar Haxhi Shkoza, shkrimtarit të nderuar akademikut dhe ish drejtorit të bankës Dimitër Pasko, profesor Aristotel Panos, i cili ka bashkëpunuar me ne seksionet e shekujve të 20 dhe 21 të Muzeut të Bankës dhe gjithashtu ka hartuar historinë zyrtare të Bankës Shqipërisë për këtë 100 vjetor, profesor Ilias Fishtës dhe profesor Kristof Rashrit, së bashku me shumë të tjerë që kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribuojnë për shkrimin e historisë së bankingut shqiptar. Megjithatë mbetet ende shumë për të zbuluar. Në 3 vitet e fundit, në kuadër të këtij përvjetori, ekipet tona të muzeut dhe të kërkimit shkencor kanë zbuluar diskutime të brendshme institucionale, vendime politike dhe dimensione kulturore që ende qëndrojnë të fshehura në arkiva ose të shpërndara në përbotimet kohës. Jemi të përkushtuar të ruajmë dhe të zgjerojmë këtë kujtesë institucionale, sepse kuptimi i të kaluarës forcon vendimet që marrin për të ardhmen. Rruga e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian ka qenë një shtyllë kryesore e reformave institucionale dhe ekonomike. Banka e Shqipërisë luan një rol tepër të rëndësishëm në këtë proces, duke përafruar politikat dhe praktikat e saj me standardet europiane, me synim forcimin e stabilitetit, transparencës dhe qëndrueshmërisë e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Në vështrimin drejt së ardhmes, përkushtimi ynë mbetet i palëkundur të forcojmë gatishmërinë institucionale, të thellojmë bashkëpunimin institucional dhe të sigurojmë që sistemi financiar i Shqipërisë të jetë i përgatitur për të përballuar sfidat dhe për të përfituar nga mundësitë e një të ardhme të integruar europiane. Këto sfida apo mundësi të reja, si monedha digjitale, rreziqet klimatike, inteligjenca artificiale dhe inovacioni financiar, po transformojnë peizazhin financiar global. Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky realitet. Dekadat e ardhshme do të kërkojnë shkallësi, largpamësi dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët europian dhe ndërkombëtar. Ne duhet vazhdojmë të forcojmë kapacitetin ton institucional, jo vetëm për të përmbushur mandatin ton kryesor, por edhe për të mbështetur stabilitetin dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptar. Për këto arsye, konferenca si këto janë të rëndësishme, duke bërë bashkë historian, muzeolog, studiues dhe ekonomist, ne shkëmbejmë këndvështrime të reja mbi mënyrën se si evoluojnë institucionet monetare, se si vendimarrja monetare formëson rezultatet dhe se si fitohet dhe ruhet besueshmëria. Kjo konferencë nuk studion vetëm të kaluarën. Ajo synon të parashtrojë dhe pyetjet e duhura për të ardhmen.